editorisë Angel i Tokës, Angel i Lartësisë, ky është strofi i parë që e kam shkruajtur për të. E kam botu edhe librin e dytë i cili titullohet Nëna dhe flitet vetëm për mirësitë e nënës, asgjë tjetër. Libri i tretë është Fuqia e fjalës. Pas librit Arsimtarja me Merit, unë vazhdova me shkru sepse e pash që shkrimet e mia po vlerësohen prej njerëzve, po i dojnë, po thonë që shumë të mira, vazhdo, edhe shkrimet që ishin shumë mirë. Unë vazhdova me shkru ende. Përveç Arsimtarjes Merit, librit e parë, e kam botu edhe librin e dytë i cili titullohet Nëna dhe flitet vetëm për mirësitë e nënës, asgjë tjetër. Ai libër u botu në moshën 16 vjeçare. Libri Arsimtarja me Merit, të gjitha poezitë për të janë shkruar në moshën 15 vjeçare, edhe pse e kam botu një vit më vonë, mirë po janë shkrime fëmijërore. Për shembull, Arsimtarja me Merit, Ylli i Ditorisë, Angel i Tokës, Angel i Lartësisë, ky është strofi i parë që e kam shkruajtur për të. Duke mos e ditë që e kam me u kthy ose e kam me pa najherë më ajo. Libri i tretë është Fuqia e fjalës. Fuqia e fjalës ka tregime për dallim nga dy librat e parë. Ka tregime të cilët në fund e kanë një mesazh për lexuesin. Arsyeja pse thirrët libri Fuqia e fjalës është sepse është një tregim i cili e tregon storjen tem me atë arsimtare. Domethënë çfarë fuqie ka pas një fjalë e soja, mos rrin fund edhe aktivizohu. Mos rritu me ndu në klas, pse po rrin vet. Edhe ja, domethënë rezultati deri tash. Dhe libri i fundit është pak më patriotik. Në vitet e fundit të adoleshencës, që njihemi pak më patriot për shtetin ku jetojmë, është Liria ka vepra dhe është më shumë është poezi. Mirë po poezit nuk janë se çfarë po mendon edhe po e shkruan, por secilën ngjarje historike që unë e kam mësu nga pellazgët deri tani shqiptarët, e kam shkruar në poezi. Për shembull për pashallarët, për vilajetët, për luftën e fundit të UÇK-s, për ndarjen nga Perandoria Osmane, gjithçka ka atë me një libër 100 faqe me dikon 60-70 poezi. Që quhet libri i fundit? Liria ka vepra. Liria ka vepra. Po, dhe quhet Mejreme, a mundesh më na prezantu libra që i ke shkruar gjatë këtyne viteve? Po. Ky është libri që e kam shkruar si 15 vjeçare. Është Arsimtarja me Merit. Nuk kam pas as kompjuter as telefon atë kohë, e kam shkruar mekanisht me një fletore të madhe. Dhe është dashur me shkuar në të shtëpia botuese fizikisht, me përdor kompjuterin e tyre dhe me i shkruar këtë poezit. Posterin e kam bu vet. Atë që kam pas buxhetin nga Drejtoria e Kulturës dhe kam dashur me shfrytzu krejt për kopje. Kështu që në kompjuterin e tyre jam mundu me marr disa yje, një glob, ca libra, bashkë për arsimtare e gjeografisë, sepse arsimtarja është e gjeografisë. Po. Libri i dytë është libri Nëna. E kam shkruar si 16 vjeçare dhe e kam botu si 16 vjeçare. Posterin e kam marrë diku online. Libri i tretë është Fuqia e fjalës. Ky ka tregime për dallim prej këtyne dy tjerëve. Dhe e ka një tregim ku në fund të tregimit secili e ka një mesazh të fortë për nxënësit nga klasa e 6 deri klasën e 9. Arsyeja pse e kam titulluar Fuqia e fjalës është sepse tregimi kryesor në të cilën e kam bazuar edhe emrin është historia jam me arsimtare. Domethënë një fjalë e soja, mos rrin fund, mos më huto, mos i shiko pirdet, lexo. E ka sjell gjithë këtë rezultat. Dhe këtu janë dy dur, nëse vrehet mirë dizajni, ku kanë shumë shkronja, ti mundesht pse ju mundohu, je fort, shkronjat e tilla, domethënë bashkohen fjalët në dy dur, dy persona. Dhe libri i fundit, ka fundi i adoleshencës që zhbuhemi në secili prej neve pak më patriot për shtetin ku jetojmë. Është libër i cili ka poezi historike. Është libër i cili flet nga pellazgët deri te shqiptarët e tanishëm. Dhe nuk është se çka kom menduar e kom shkruar, mirë po secilën ngjarje historike, sepse lëndën e historisë e kam pas ndër më të preferuarat dhe jam fokusuar shumë në të, secilën ngjarje historike e kam shkruar në poezi. Domethënë për aq sa përmban libri, si për shembull për pashallarët shqiptar, për vilajetet, për tokat që më herët i kemi pas, mos i kemi, për ndarjen nga Osmanët, për personalitetet të shquara, për shembull Naim Frashëri ose Ali Poshtëpeli.